Blegtëria është veprimtaria kryesore që merret, por Sami Çollakut nga Bllaca e Suarekës pothuajse të gjitha ju dëmtuan. Dyshohet që krejt këtë e bën 3 arin që ja dëmtuan 35 koshere blet. Për vizitë ky erdhi edhe i pari i komunës Balimoa Rrejmaj. Nikoqiri i tregoi edhe atij se janë të rrezikuar nga këto kafsh. Afrika ma me bo damë një njerë, se ato kësi po vjen. E Muarremaj tregon se aktualisht si komunë nuk mund t'i dalin në ndihmë këtij banori. Unë i thash zyrtarisë bane një kërkesë, drejtorisë bujqësisë, nuk mund mi thonë kur gjatë është fund në vitit për shkak të buxhetit, po s'do të qoftë, unë kërkoj nga organet e sigurisë të mirën me këtë punë, pasi që s'është kompetencë e jonja, të mirën me marrusha, se s'mujmë marrë marrusha. Unë e di që janë të mbrojtura me ligj, dhe me dashur në bë diçka s'mujmë, po sidomos kohën e fundit kemi probleme shumë të mëdha në komunën e Suarekës, nuk vetëm rasti i parë në fshatin në Bllac, po kemi pas edhe në fshatin në Reçan dhe shumë fshatra tjerë, kështu që kjo është obligim të mirën organet e rendit dhe sigurisë. E vetë Çollaku tregon se vazhdimisht tash disa ditë janë të rrezikuar pasi këta arinj janë futur në pronën e tij. Domethënë kanë orë mesnatë. Edhe kanë dëmtuar çet pjesën tjetër ku përshini, janë diku rreth 35 koshere që kanë dëmtuar tërësisht. Dëmtimin e ka bën në këtë kohë që bletën se njëri para, edhe me dash me pështu, s'mund me pështu, po çondos që ka mytë, ka marrë me veti. Deri në atë pjesën tjetër poshtë i kanë mbajt, domethënë dami ka gjej madh. Nuk është dami i vogël, po gjej madh, po ç'është kemi bë. Për natë i shohëm se në këtë pjesën vjen edhe në këtë pjesën tjetër vjen një natë. Po për natë ora 2 natës do 2 gjys natës vin. Para disa ditësh këto kafsh nxorën nga një varr edhe ishtrat të një trupi në varrezat e këtij fshati. Andaj po kërkohet më shumë siguri për banorët e këtij lokaliteti. Po krijojnë edhe panik, shqetësim të familjet, të fëmijët. Kështu që unë kisha bë apel të institucionet relevante që janë përgjegjëse për këto të na ndihmojnë neve si fshat që t'i largojmë këto kafshë tegra që mos bëjnë shqetësime të vazhdueshme të matutjeshme në tarme. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët kanë ftuar qytetarët për kujdes gjatë lëvizjes në zonat e pyllëzuara, apo ku mund të paraqiten këto kafshë.